Fuqizimi dhe aftësimi i të rinjve përmes mundësive të reja është projekti që po financohet nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik dhe po implementohet nga SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë, projekt ky që synon të ofrojë të rinjve mbështetje, zhvillim profesional dhe perspektiva të reja për jetën e tyre. E për të na treguar më detajisht sa i përket këtij projekti dhe çfarë realisht ka sjell ky projekt, në studio kam të ftuar këshilluesen personale të rinjve në SOS Fshatrat e Fëmijëve në Prishtinë apo në Kosovë, zonjën Kaltrina Haziri. Kaltrina, mirë se erdhe. Fillimisht edhe faleminderit që ke ndarë kohën të jesh në studion e Radio Kosovës për të ndarë me neve përvoja tuaja dhe të na tregoni pak a shumë për këtë projekt që vetëm tashmë është në përfundim e sipër dhe që në qendër ka të rinjët e Kosovës. Po, përshëndetje Lume, faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi me qenë këtu së bashku dhe me diskutu në veçanti për të rinjët tanë. Po aktualisht jemi në implementim të projektit siç edhe vetë përmende, fuqizimi dhe aftësimi të rinjve përmes mundësive të reja. Qëllimi kryesor i këtij programi është integrimi i të rinjve në tregun e punës. Pra, na synojmë që përmes zhvillimeve të rinjve, përmes mbajtjes së trajnimeve grupore, mentorimeve individuale, mbështetjes psikosociale të rinjve me i ofru integrim cilësor në punësim. Po, vlen veç të përmendet që si program është program dhe realisht projekt regional dhe ka shtrirje në këtër vendet ballkanike. Edhe secili, domethënë qëllimi është i përbashkët, integrimi i këtyre personave në tregun e punës, vetëm se ne mundohemi që me i përgatit sa më fuqishëm që secili prej të rinjve me fitu shkallësi personale, domethënë mundohemi me përgatit në pjesën e zhvillimit, për shembull të vetbesimit, zhvillimit të vetlirësimit, aspekteve të zhvillimeve të tyre personale si pikat e forta, edhe sigurisht që i kushtojmë rëndësi shkallësive profesionale, që është më përgatit për pjesën e aplikimeve, identifikimeve, edhe gjetjen e një vendi të punës. Pra është një program realisht shumë i dobishëm për krejt të rinjët, që nga mosha 16 deri në 35 vjet. Domethënë na i targetojmë këta të rinj me këtë grup mosh 16 deri në 35 vjet, të cilët janë të interesuar me gjetë vende puna. Si e keni bërë përzgjedhjen e këtyre të rinjve? Po, ne hapim fillimisht thirrje të hapur për në mënyrë online, domethënë në formë elektronike, në rrjete sociale, po nga ana tjetër i kemi pjesën e programeve në kuadër të SOS Fshatrave, që janë dy programe, fuqizimi i familjes edhe programi kujdesit alternativ, të cilët zakonisht marrim të rinj prej këtyre programeve fillimisht, për shkak se i targetojmë të rinjt e papunë dhe të rinjët e marginalizuar. Pra, mendojmë që përmes përgatitjes së këtyre të rinjve me u bë integrimi sa më thelbësor. Kështu që fillimisht e bëjmë me thirrjen brenda organizatës, më pas e bëjmë siç e përmenda thirrjen në rrjete sociale, edhe më pas të rinjt vetë i ftojnë të tjerë, shoqëri. Domethënë është e dim zakonisht që grupet realisht më shumë të janë kriju përmes ftesës që janë bën njëri tjetrit. Për shkak se në momentin që vinë në program e shijojnë edhe gjejnë kënaqësi në secilin prej aktiviteteve që organizohet edhe të i pa benefitet, tani më vetëm të rinjët i ftojnë tani pjesën e shoqërisë të tjerë. Gjithashtu kemi bashkëpunime me qendrën zhvillimore të karrierës së Universitetin e Prishtinës dhe kemi kështu bashkëpunim me organizata të tjera, institucione të cilat na referojnë, rekomandojnë të rinjët. Gjatë këtij projekti juve keni vizituar edhe disa kompani në të cilat janë të punësuar personat me aftësi të kufizuara. A mund na tregoni pak a shumë edhe për këtë aktivitet, çka konkretisht keni dashur që të arrini
përmes këtij aktiviteti dhe ku e di që e keni bërë edhe një realizuar në fakt edhe një video. Po, patjetër. E përmenda që projekti realisht ka shumë komponenta në kuadër të saj. Do më thonë, përfshihen edhe për me, si më thonë, me realizu një punë sa më të madhe. Na jemi edhe një ekip prej 4 personave që punojmë direkt me të rinjt. Realisht se ekip jemi më i madh, po punën direkte me të rinj e kemi 4 prej nesh. Edhe në kuadër të programet e kemi këtë pjesën e bashkëpunimeve me biznese, me të cilën mundohemi me integru tani të rinjët të cilët na i kemi i përgatisim për punë. Prandaj edhe në kuadër të programit kemi bashkëpunime me biznese të ndryshme, të cilat kryesisht i realizon edhe kolego që është zyrtari i punësimit. Po në kuadër të këtij programi, të rinjët kanë ardhur me ide që me u përfshi edhe personat me aftësi të kufizuar. Prandaj edhe kanë inicu një fushat avokuse të rinjët, që qëllimi është pikërisht pjesa e integrimit në tregun e punës të personave me aftësi të kufizuar. Pra qëllimi kryesor është që secili person të kontribuojë dhe të përfshihet në mënyrë të barabartë në pjesën e tregut të punës. Ideja që ka ardhur është që, si më thonë, me kriju një video motivuese, një video që ka konotacion pozitiv gjithmonë, edhe shërben si model që dhe këta persona arrin të integrohen në mënyrë të barabartë, të japin vlerën edhe kontributin edhe përkushtimin në vendet e tyre të punës. Po për me dalë me këtë qëllim, na bashkë me të rinjët e kemi, si më thani, kemi përzgjedh disa persona dhe persona bashkëpunëtor realisht, me cilën kemi marrë perspektivat të tyre, që nga sfidat që secili prej tyre ka kalu, deri te sukseset, edhe formën qysh kanë arrit tashmë me u integru edhe me u zhvillu tutje për pjesën e tregut të punës. Realisht, përveç personave të cilët janë të punësuar, ne kemi marrë perspektiva edhe prej personave të cilët punojnë në biznese, personë të shoqërisë civile, personë të institucioneve shtetërore, domethënë jemi mundu me marrë perspektiva tamam diverse, po që me pa prej secilit që qëndron raporte me kolegët, me punëtorët në përgjithësi, po në veçanti edhe me personat me aftësi të kufizuar të cilët i kanë veçse të punësuar. Realisht ka dalë një video shumë i mirë, mezi po presim me ndo, për shkak se secili prej tyne ka tregu një storje super reale, super pozitive, shumë edhe përmbajtësore, thellë, emocionale, domethënë edhe na gjatë xhirimeve që i kemi bërë së bashku, vetë se kemi fitu diçka të re, një parim të ri, një vlerë të re që edhe neve si punëtor na ka rrit, na ka zhvillu, po në anën tjetër e dim shumë që të njëjtat vlera, të njëjtat mesazhe kanë mi marrë komuniteti në përgjithësi, po specifikisht bizneset, për shkak se qëllimi dhe targetin kryesor ne kemi bizneset. Nëse nuk e përmenda në fillim, domethënë ideja është që bizneset më u vëdjesu për rëndësinë që ka gjithëpërfshira në tregun e punës. Kur e përmende pak më herët sfidat, do më thonë para se ta shohim videon, në çfarë sfida hasin zakonisht personat me aftësi të kufizuara në ambientin e tyre të punës? Edhe nëse eventualisht keni bërë ndonjë bisedë me punëdhënësin, si shprehen ata, do më thonë sa është e vështirë të punohet me një person me aftësi të kufizuar? Në realisht këtu e kemi diskutuar dhe gjatë me thonë intervistave, gjatë intervjimeve dhe marrjes së këtyre storyve, kryesisht kanë qenë nevojat në aspektin e vendit, e pjesës së aksesueshmërisë, qasjes. Realisht fillimi gjithmonë ka qenë edhe pjesa e pranimit, për shembull një prej pjesëmarrësve ka përmend që pranimin fillim prej këtë rast që është i punësuar në shkollë, pranimi edhe prej stafit, në atë shkollë ka qenë edhe hera parë që kanë një psikolog,
edhe në veçanti tashmë që kishte një psikolog i cili kishte psikovizuar shqisore, edhe e kishin vështirësi që pjesën e pranimit edhe qysh me i kuptu nevojat e tij, edhe qysh me u mundu për shkak me asistu edhe gjatë kohës kur vjen edhe mban takime me fëmijë, po në rastet e caktuara edhe me stafin. Po në anën tjetër, pikërisht drejtoresha e shkollës e ka përmend që ka qenë edhe kënaqësi me bashkëpunu gjithmonë, e flas gjithmonë në aspektin individual, kënaqësi me kolegun që tashmë e ka në staf. Ka qenë kënaqësi në formën që komunikojnë, në formën që i sheh gjonat, aspektet e ndryshme kolegu i tyne, kështu që gjithmonë e shihnin fillimisht pjesën e fillimit. Sfidat kanë qenë fillimisht me i kuptu nevojat, me pranu, edhe e kam pas për shembull çështjen edhe çush kam u pranu edhe prej prindërve, fëmijëve dhe shkollës. Megjithatë, një diçka e tillë ka dalë shumë pozitive, për shkak se jo vetëm se e kanë kuptu, po në anën tjetër fëmijët edhe stafi e kanë mbështet në kurdo që është nevojit. Por për shembull e përmenda që aksesueshmërinë ka qenë një prej sfidave më të mëdha që e kanë përmend. Për shembull, një person i cili është është me në karrocë, kishte vështirë me shku gjithmonë në zyre për shkak se edhe vendet nga vente edhe pjesës tani tutje me gjetat rehatine vet, kështu që për shkak personi përgjithësi me thon mbikëqyrësi i tij ja ka mundsu që me punu prej shtëpisë, që për ta ka qenë një realisht një plus i madh, për shkak se pozita e tij që ka qenë në fushën e shkencave kompjuterike është një pozitë cilën mundet me realizu edhe prej shtëpisë, prandaj edhe mbikëqyrësi ja ka mundsu diçka të tillë. Pra me përmbledh ndoshta pavarësisht këtyre sfidave që realisht mendoj që vazhdojnë me pas për shkak se në vendit e tyre të punës gjithmonë ka shprehet nevoja me bashkëpunu edhe me kolegë të tjerë, në ndihmën për me realizu edhe procese teknike, administrative, në veçanti, për shkak se ajo që është e bukur është në aspektin përmbajtësor, secili prej këtyre personave, secili prej profileve që personat vet janë të punësuar, kanë gjetë kënaqësi, kanë gjetë motivim, edhe e bojnë një punë tepër për kushtim. Nevoja dhe sfida më e madhe është gjithmonë prej tyre në aspektin teknik edhe në aspektin e aksesueshmërisë, siç edhe e përmenda. Pra, aftësia e kufizuar nuk matet vetëm me kufizime fizike apo dhe shqisore, por me mundësinë për të dhënë këtyre të rinjeve shanse të barabarta, ashtu siç thatë Kaltrin kështu dhe po na del, por na thoni lutem se sa janë të rëndësishme këto projekte në bashkëpunim me institucionet vendore edhe ndërkombëtare, por duke futur këtu në mes edhe rinin. Qëllimi është realisht që përmes kësaj fushate me avoku që secili mu vedisu për rëndësinë që ka kjo pjesa e gjithë përfshirjes. Prandaj edhe për shembull kemi marrë me thonë në drejtoreshën siç e përmenda shkollës, për shkak se vjen prej një institucioni shtetëror, por në anën tjetër edhe në praktikat tona të përditshme mendojmë që për shembull këta persona me u punësu në veçanti për pjesën e, siç e përmend edhe një prej pjesëmarrësve tanë, me meritokraci. Domethënë që kjo ka rëndësi. Vedia që secili prej institucioneve biznese është që me u respektu pjesa e meritokracisë, me ju dhënë të mundësi të gjithëve në formën e barabartë, po na në veçanti pa avokojmë që edhe bizneset as sektori privat me dhënë kontribute dhe përparësi të tilla, përparësi, kuptimin vedisim të tillë që përfshirja me qenë edhe në nivele edhe më të larta, se siç edhe vetë kam përmend, është që momentin kur ka persona me aftësi të kufizuar të punësuar, diverziteti është shumë më i lartë. Fryma që ata sjellin është më ndryshe, më e bukur, më pozitive, edhe më frytëdhënëse edhe për krejt ekipën. Kështu që realisht qëllimi është që kjo që vedia me u realizu për formën që është secili prej këtyre personave funksionojnë edhe munden me kontribu në mënyrë të barabartë.
nga përvoja juaj personale që merreni me të rinjët, cilat janë disa nga sfidat me të cilat përballen të rinjët sot në vendin tonë? Qoftë ndoshta ata që nuk kanë ndonjë aftësi të kufizuar, por edhe ata me aftësi të kufizuar, thjesht nga përvoja juaj, si mund ta ndani këtë përvojë? Po, me shumë dëshirë, realisht, të rinjët, po, realisht po përballen me shumë sfida. Tregu i punës, po e flas ndoshta fillimisht në aspektin e punës, po zhvillohet shumë fuqishëm edhe të rinjët kanë po e kanë fillimisht vështirësinë ka me u drejtu. Për shembull, ka të rinj që dojnë një drejtim, shembull të themi në aspektin social, po në anën tjetër, fusha e inteligjencës artificiale është në rritje, edhe nganjëherë përzgjedhja po bëhet në formën se çka po kërkohet në tregun e punës, e jo në ato se gjithmonë se çka dojnë të rinjët. Në anën tjetër, pikërisht kjo zgjedhja e karrierës po ndikohet edhe për pritshmërisë që kanë familjarët. E përmenda një prej sfidave. Një sfidë tjetër që zakonisht po përballen të rinjët është sikur pe kanë ndjenjën që nuk po kuptohen mjaftueshëm, nuk po dëgjohen mjaftueshëm, nuk po pranohen në formën siç janë. Nuk nganjëherë unë mendoj që të rinjët janë shumë të motivuar dhe shumë energjik për me, si më thon, me ecë përpara me dhezë në drejtimet e tyre, në fushat e tyre, po thjesht i duhet një vesh që i dëgjon më shumë, edhe në anën tjetër persona të cilët i mbështesen. Këtë rast mendoj që prej shtetit, prej komunitetit në përgjithësi kërkohet më shumë me kriju platforma, me kriju mundësi që këta persona ide që i kanë me i vu në praktik. Domethënë, secili prej tyre kanë ide të magjepshme, domethënë ide të ndryshme kreative, cilët dojnë me bën ndryshime diçka në komunitet. Na në kuadër të organizatës mundohemi gjithmonë me i përkrah, po atë sa i kemi të parapam në kuadër të projektit. Po në anën tjetër mendoj që këta janë ende ka nevojë që çto idetë e tyre që i kanë me i bë ndryshime në një formë në pjesën e komuniteteve ku ata rrethojnë, po aspektin e mbështetjes gjithashtu psikosociale, mendoj që e kanë shumë të nevojshme këta të rinj, lidhet me pjesën qysh edhe përmenda me u kuptu dhe me u pranu, mos me u gjyku, kanë shumë presione me thënë emocionale me cilën ndoshta dilema me cilën përballen, nganjëherë nuk e dinë se cili është vendimi më i drejtë për ta, edhe këto mendoj që një rritur qoftë psikolog profesionist mundet me e lehtësu dhe me ndihmu që të procesin e marrjes në një vendime të drejtë, formën për shembull mundën zakonisht kemi edhe të rinj cilët vinë prej familjeve me kushte jo të mira ekonomike, që sfida tani është më vetë se dyfisht, ose kemi të rinj cilët përballen për shembull kanë vetëm një rimprind apo prindër të divorcuar, kështu që secili prej të rinj realisht ka çka me ka përjetime, ka sfida, ka probleme, edhe prandaj po e ceku që gjithmonë ka vetëm nevojë me u dëgju dhe me u kuptu, në mënyrë që me u adresu më pas nevojat në formën e duhur, në formën si kërkohet. A keni ndonjë shembull konkret që mund ta ndani me ne, i cili e ilustron rëndësinë e këtij projekti? Meqense në të përgjithshme në vjet të trasha vetëm tat, por ndoshta një shembull që vërtet do të mund ta ndanit me dëgjues të emisionit për një botë më të mirë. Kemi shumë storje, me thënë storje suksesi, cilët na i theme. Po, kemi shumë para se me ndonë është veç edhe një informat, një diçka që e bëjmë zakonisht na ekipa. Ekipa që punojnë, për shembull mundohemi që te na qëllimi e përmenda është pjesa e punësimit. Po derisa arrihet punësimi ka shumë komponente cilët punohet me të rion për më arrit pjesa e punësimit. Edhe momentin kur e arrijem, na vetë personat në ekipa e festojnë bashkarisht një sukses të rinjve. Një prej të rinjve për shembull që na i gëzohemi shumë është për shembull në perspektivën tam një persone cila ka ardhur me kushte jo të mira ekonomike për me marrë shërbime të trajnimeve grupore dhe mentorime dhe aspekte të mbështetjes psikosociale, ajo ka ardhur me qëllimin mu punësu sa më shpejt. Megjithatë në kuadër të programit, ajo e ka përmend pjesën që
është në fushën e studimeve në ekonomik, mirë po për shkak të nevojës me u punësu, ajo fillimisht e ka gjetë një punë që nuk i ka plotsu si me thonë kriteret e asoj se çka donte. Po na nuk kemi hek dorë. Na jemi mundu edhe bashkarisht me përfituesen e kemi gjetë një punë praktike fillimisht në fushën e saj që është në fushën e kontabilitetit, edhe po derisa ka ardhur që ky vendim është dashur shumë me u punu. Domethënë ka punu unë si mentore, psikologo dhe trajnerja për me vedisu që sa rëndësishme është që te fillimisht me qenë e kënaqur edhe në vendin e punës, po në anën tjetër edhe profilin tënd me lidh me pjesën e punësimit. Kështu që ka qenë një rrugtim kogja i gjatë derisa ka ardhur te vendimi e vendimin e saj që me hi fillimisht në një punë praktike në profilin që ajo ka studiu, edhe tashmë vetë se është e punësuar në fushën e kontabilitetit dhe jo në një fushë në të cilën nuk gjente kënaqësi. Automatikisht kishte vështirësi në raportet njerëzore, në raportet në ekip, edhe e pengonte procesin. Kështu që gjatë kohës kur tashmë është e punësuar në profilin e vet, tashmë po gjen më shumë kënaqësi dhe marrëdhënie shumë të mira edhe me ekipën edhe me kolegë që po punon. Kjo është realisht vetëm një ndër përfituesit që e kemi në kuadër të programit. Në anën tjetër kemi pas se tash po e përmend edhe një shembull, mos ndoshta nuk marr edhe shumë kohë, por dhe një ere cila vinte me probleme të ndryshme familjare, pasi që ka marrë mbështetje psikosociale në forma individuale, pasi që ka marrë edhe mentorime të vazhdueshme, ajo ka arrit edhe ajo që të gjej punën që i pëlqen, punën që ajo tash për shembull përveç se ka të ardhura, kogja të mira, ajo merr edhe një motivim të brendshëm që për shembull është ngrit automatikisht në pozitë, edhe tashmë është, si me thonë, në vendi ku ajo ka dash, në profilin ku asaj i pëlqen, edhe për ata kemi qenë shumë të kënaqur realisht. Katrina, jemi duke shku drejt fundit të emisionit, por këtu tani po më intereson shumë me që juve jeni me profesion edhe psikologe. Në të vërtet shohim shumë studenta që vërtet janë duke studiuar për një drejtim tjetër dhe bëjnë një punë krejt tjetër normalisht për vetë financim. Po sa i dëmton në aspektin psikologjik kjo situatë? Po realisht kemi për shembull vetëm në kuadër të programit ton kemi pas shumë të tillë cilët për shkaqe financiare është dash të punësohen vetëm për me fitu të ardhura. Vlen vetëm të përmendem që në kuadër të programit e kemi pikërisht edhe një tjetër fushat me cilën po punohet që me u vëdisu që karriera, kemi sloganin karriera nuk është lojë fati, edhe është bërë për vetmin qëllim, për këtë qëllim që karriera mu vendos në bazë të pritjeve edhe shkasive që secili prej tyre i ka, për shkak të realisht në aspektin psikologjik, nëse nuk je në një profesion, në një punë që nuk gjen kënaqësi, nuk gjen motiv, automatikisht ki stres më të lartë, nuk të shkohet në vendin e punës, ki motiv automatikisht ma të ullt për me shku për shembull në vendin e punës. Kemi pjesën për shembull kur të rinë nuk gjen kënaqësi në ato se çka bojnë, edhe e kanë këtë pjesën që nuk sikur nuk janë tani më të prirë mu zhvillu edhe ma shumë në aspektin personal, që mendoj që është një tjetër problematik psikologjike, ndjen sikur nuk janë të pranuar dhe inferior munden në disa raste ndjen edhe inferior në vendet e tyre të punës, këto gjithmonë po e them, edhe në të bazu në përvojat që na kemi me të rinjët, për shembull që pikërisht në rastin e përmendur, të rinjët nuk e reja realisht nuk gjente kënaqësi në vendin e punës, duke sikur nuk po përshtatej me ato se çka janë, me shkasitë e tyre, edhe nuk gjente tani motivim edhe për më shku në vendin e punës. Plus presioni që jepet, që e merr e marrin realisht në rast se nuk e gjejnë këtë formën e kënaqësisë. Domethënë vetmi motiv në këtë rast mbetet pagesa për ta, edhe që identifikohet realisht është një motiv që qëndron, është real, por që gjithmonë do të më kombinua edhe me aspektin e brendshëm për me pas një mirëqenie më të lartë psikologjike. Na e kemi në psikologji që themi momenti që të pëlqen puna, gjysa e punës është e kryme. Po në momentin që nuk pëlqen atëherë gjithçka shkon më vështirë.
Tre, kjo na del se të investosh në rini, padyshim se është një investim për të ardhmen dhe për një shoqëri të shëndetshme. Nga ana tjetër, edhe integrimi i personave me aftësi të kufizuara nuk është vetëm një hap drejt drejtësisë, por edhe një hap drejt një shoqërie më të drejtë, më të barabartë dhe gjithsesi këtu kontribuojmë shumë edhe në çështjet humane, të jemi sa më human. Mirëmbëjtje.